i papërlyer, i pa implikuar nga këta. Dhe ky do të rri. Prandaj dhe revolta e qytetarëve, si në Tiranë, por më erdhi mirë që edhe në Durrës, edhe në Vlorë, dolën njerëzit kundër qeverisë, kundër Ramës. Ka pasur Kosova në Mosgaboj, se u bë thirrje për të ardhur në Kosova, po ka pasur individ në Mosgaboj. Individ ka pasur sepse është logjike, ata janë gjysma e kombit shqiptar dhe janë shqetësuar në radhë parë për shtetin am, për Shqipërinë, dhe duan mbarvajtjen e saj, nuk ka asgjë të keqe. Mos harro që dhe kur Kosova pati krye momentin historik, luftën kundër serbëve, që u detyrua NATO-ja e Shtetet e Bashkuara ta bombardojnë deri dhe Beogradin e ta qërojnë kryekasapin dhe kryekriminalin serb Slobodan Milošević bashkë me Vučićit me shok, ata mirëpritën vajtjen e shumë djemve dhe vajzave nga Shqipëria për të luftuar. A është ndërhyrje në punët e brendshme të Tiranës fakti që një deputet i koalicionit Vlen në Maqedoninë e Veriut, për krahasje Albin Kurti, bën thirrje për solidarizim me protestën në Tiranë? Ja, nuk është deri në këtë nivel krahasimi. Nuk mund të themi ne se është ndërhyrje në punët e brendshme, në punët e jashtme. Punët e brendshme shqiptar me shqiptar nuk ka. Punë të brendshme po të ndërhysh në Greqi, në Serbi, në Kinë apo Afganistan. Ato, nëse ata ndërhyn, atëherë themi ka ndërhyn punë të brendshme. Po ne dhe Kosova dhe shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Malizi, apo kudo ku janë shqiptarët në diasporë, s'është ndërhyrje në punë të brendshme, ndërhyrje të Shqipërisë edhe të kombit shqiptar, kudo qofshin shqiptarët. Kështu që këtë nuk e interpretoj kështu. Natyrisht duhet ketë një kujdes në kuptimin për të mos nxitur dhunë, sepse protesta deri tani ka treguar që nuk ka kërkuar dhunë dhe vile pardje policia e provokoi në pretekstin e ndeshjes miqësore Shqipëri-Izrael, jo kemi blloku bulevardin e kështu, por ato mbajtën në qëndrim. Ndërsa me opozitën, policia ka treguar dhunën më të ashpër. Kam qenë dëshmitar në të gjitha protestat, se s'ka mungu kur, po kjo e fundit e opozitës, kur ishim 5-6 metra me gazetarin e mirënjohur Fari Balliu, ishim afër kryetarit Berisha dhe me tendencë të hapur kundër tij, makina ujë hedhse me solucion piper dhe gazi u hodh kastile, po e them u hodh kundër Berishës dhe nuk e di se si ai rezistoi dhe ndëri në këmbë me gjithat presion ujë. Ne ishim 5-6 metra larg edhe u spostuam. Ai i qëndroi, bravo i qoftë edhe për moshën edhe për të gjitha, për karakterin e fortë dhe rezistencën dhe dignitetin e personalitetin. Por nuk goditet lideri i opozitës në atë mënyrë. Qoftë e zëm, qoftë vetëm për moshën. Po çka kënaqësi është të gjuash me presionin e fortë të pompave të ujë hedhësve, ujë lëshuesve me solucion dhe gazin lotësjellës ndaj një 18 vjeçare. Nuk shkon kjo. Megjithatë, Edi Rama nuk është se nuk i di. I di këto dhe pa miratimin e tij edhe policia dhe drejtori i ri i përgjithshëm nuk kanë bërë dot asgjë. Me këtë protestë, natyrisht janë munduar dhe ata, nga që e kanë parë që protestuesit nuk kanë ndërmend të rezistojnë më shumë, se ata gjenin sebeb vetëm te molotovët. Është e vërtetë janë molotovët, s'kemi pse ta mohim. Djem të ri, pa i mësu kurkush, i bëj gati ato shishet me benzinë që janë ato që hedhin, nuk është se bëjnë një dëm ato, ndërsa policia është përgjigj me dhunë, ka arrestuar me 10, janë dhe të dënuar, i mban nga 72 orë, i rreh atje në policia, i kejt trajton dhe i lëshon pastaj. Ose gjykata i ka nxjerrë pastaj të pafajshëm edhe disa ndiqje ngjoja në gjendje të lirë. Pra me opozitën është sjell shumë keq qeveria. Jemi në 2026, mos harro. Ndërsa me këtë protestë
nuk them se ka pasur dhunë, sepse duhet jemi të saktë, të sinqert në ato që themi, por tendenca ka qenë, edhe për këtë, për ta shuar, për ta manipuluar. Doja të pyesja në fillim, po me iku pasaj rolli biseda. Pas Iranit, para Iranit ishte kjo ndërhyrja greke u cilësua. Ju si e keni parë? Pse u fut Greqia këtu? Tani Edi Rama kërkon alibi. Në mësimet e shokut Enver, që imperializmi dhe revizionizmi ndërkombëtar dhe agjenturat e huaja kishin si qëllim përmbysjen e pushtetit popullor, pushtetit të diktaturës proletariatit e tjera, edhe Edi Rama vazhdon. Herë na e ka parë Greqia, herë Irani, herë Afganistani, herë Turkmenistani, hajde gjeti këtë, po kjo është një fantazi, çfarë do bëj Greqia, që ka qarqe në Greqi shovene, ne këtë e dim edhe është e provuar. Por përgjithsisht qeveria greke e kryeministit Mitsotakis ka qenë korrekte. Këtu erdhi ministri i mbrojtjes, Dendias, para pak ditësh. U puthu për qafu me Edi Ramën, që nuk e thot këtë Edi Rama, po sa i thot për protestën tani që ka luftë hibride, ka qarqe armiqësore kundër Shqipërisë, e këto nuk e di, ti jemi sinqert, kam përshtypjen se që nuk ka dashamirës, këtë e dim edhe në Greqi dhe në Serbi. Mirë po e keqja është këtu, këto qarqe që ky thotë shumë në mënyrë të përgjithshme, harron që në mënyrë të veçantë me këta puthet e përqafohet. E pam takimin me Mitsotakisin, e pam Dendiasin, dhe mos harro mbi të gjitha se si është puthur e përqafuar me Vučićin dhe si e ka quajtur disa herë miku im Vučić. Kë quan mik Vučićin? Këtë mund ta quash mik? Njeriu që gënjeu gjithë botën për krimet më të tmerrshme në Bosnjë dhe në Kroaci dhe mbi të gjitha për ne shqiptarët krimet në Kosovë, e kemi thënë dhe herë tjera i nderuar, 13.000 vrarë.